Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka përshëndetur publikisht vendimin e autoriteteve më të larta gjyqësore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat shpallën të palishme një pjesë të tarifave tregtare të miratuara gjatë administratës së Donald Trump. Sipas tij, ndërhyrja e gjyqësorit dëshmon rëndësinë e kontrollit institucional mbi vendimarrjen ekzekutive dhe garanton respektimin e rregullave të shtetit të së drejtës. Duke folur për gazetarët, Macron theksoi se funksionimi i demokracisë mbështetet tek ekzistenca e mekanizmave që balancojnë pushtetin dhe shmangin vendime të njëanshme që mund të cënojnë partnerët ekonomik. Ai nënvizoi se vendime të tilla janë thelbësore për të ruajtur stabilitetin në marrëdhëniet tregtare ndërkombëtare dhe për të mbrojtur interesat e vendeve aleate. Një pjesë e këtyre tarifave ishte prekur drejt për drejt eksportet franceze, duke krijuar pasiguri për sektor të rëndësishëm të ekonomisë. Presidenti bëri të ditur se qeveria franceze do të analizojë me kujdes efektet e çdo mase të re tregtare, përfshirë tarifën globale prej 10% të paralemruar nga Trump, përpara se të ndërmarrë hapa konkret. Franca, shtoi ai, synon të ruajë praninë e saj në tregun amerikan me produkte bujqësore, artikuj luksi, industrinë e modës dhe sektorin aeronautik, që përbën një pjesë të konsiderueshme të eksporteve kombëtare. Në këtë kuadër, Parisi do të kërkojë zgjedhje të balancuara për të mbrojtur prodhuesit vendas dhe për të shmangur tensionet të reja tregtare. Deklarata e Macron vjen në një moment kur marrëdhëniet ekonomike transatlantike përballen me sfida të reja, ndërsa vendimi i gjykatës amerikane sheh si një sinjal për rikthimin e rregullave dhe transparencën në politikat tregtare.